Pse këta dy njerëz unë nuk i lë kur të ikin nga jeta ime. Me ulje ngritje mund të ndodhë dhe kemi zënë. Me Fabin, se me Albani nuk zgjesh. As me Fabin nuk zgjesh dot, po edhe mund të kesh më rira se ashtu siç është. Po ashtu siç është Fabi, se është çik çuditsh. Edhe imagjinoni i themi Laci, nickname-i Fabit, i njëri që s'ka lidhje me Lacat. Vetëm Fabi s'ka lidhje me atë botë. Po nëse themi që është njëri me shumë ngjyra. Dhe këta dy njerëz që kanë në një moment time dhe kur mua më ndodhi ajo që më ndodhi me babin, këta aty u bë një lidhje, si të thosh, unë me muzikën lidhje nuk kisha dhe unë me thënë drejtën jam më i patalentumi në grup. Unë shkruaj shumë mirë, por nuk kam zotësinë e Albanit dhe Fabit, nuk e kam pasur asnjëherë. Mua muzika në një mënyrë ose një tjetër, ky grupi unë mendoj që më shpëtoi, më ndryshoi jetën. Unë kisha një tjetër kuptim për botën, studioja një shkollë tjetër. Ky grupi, prezenca këtyre dy njerëzve që pastaj solli Produkt 28-ën, solli Vision Plusin, se Produkt 28 e solli, se unë isha i ftuar, më pa ajo regjisorja dhe më tha se ti fliske shumë bukur, hajde të bësh. Po, dhe u fitova. Po, dhe s'doja. Dhe kalimesh dhe pastaj, isha i Zotit, se dim atë, po unë ku e fillova. Kështu që këta dy njerëz kanë shënjuar jetën time në mënyrë të pa zgjidhshme. Domethënë i konsideroj bekim, s'kaloj kohë me këta. Nuk e mohoj që interesat ndryshojnë të çdo njeriu, dhe të Fabit dhe të Albanit, por neve na duhet vetëm 1-2 ditë dhe futemi prapë në vibe dhe në energjinë e njëri tjetrit. Thënë kjo tani, për sa i përket reunionit, në pjesën e parë të kohës kam qenë unë fajtori. Tani në mënyrë të pa tolerueshme, brutale, pa përgjegjshme, e kanë fajin ata. Të dy. As ishte vetëm njëri. Më saktë më fajin e ka pasuruar unë o Fabi. Albani ka qenë më i gatshëm. Albani jo vetëm që është i gatshëm, po Albani e ka shumë gjanë në grupin.